17.000 nxënës më pak numërojnë shkollat fillore dhe të mesme të vendit si pasojë e migrimit të familjeve të tyre jashtë vendit. Dhe 5.000 studentë gjatë viteve të fundit kanë braktisur vendin për të kryer studimet në vende të zhvilluara, tha sot Ministri e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska. Ajo thotë se është shqetësues fakti se në 7 vitet e fundit bankave shkollore janë larguar 17.000 nxënës. 17.000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme kanë migruar gjatë 7 viteve të fundit. Më vjen keq që e them këtë, ndërsa numri i përgjithshëm i studentëve që studiojnë jashtë shtetit është rreth 5.000. Informacionet thonë se jo vetëm në fillim të vitit, por edhe brenda vitit ndodhin shpërnguljet e nxënësve. Është një numër shumë i madh i nxënësve. Ne po bëjmë gjithçka për t'i kthyer ata në vend. Janevska tha se nxënësit bashkë me familjet e tyre kanë braktisur vendin për shkak të kushteve të vështira ekonomike. Ajo theksoi se shpreson që nëse do të përmirësohen kushtet ekonomike për një periudhë disa vjeçare, ata do të kthehen në vendlindje. Shpresoj që nëse arrim të realizojmë gjithçka nga programet parazgjedhore, ndoshta një pjesë e popullit do të kthehet në vend nëse ju sigurojmë kushte dhe unë shpresoj që do t'ju sigurojmë kushte. Ekonomia e mirë është çdo herë sfidë për të gjithë ata që gjenden jashtë. Ata të gjithë duan të jenë në vendlindjet e tyre nëse do të kishin kushte të mira. Ja, ekonomia tek ne tani është përmirësuar. Nëse vazhdon në këtë rrugë, besoj se për një periudhë të shkurtër ata do të kthehen. Maqedonia e Veriut po ngel pa shpresën e të ardhmës pra të rinjët, ata të cilët do t'i jepnin shumë këtij vendi. Sipas të dhënave të Eurostatit, të paktën 200.000 njerëz ose gati 10% e popullsisë totale janë shpërngulur në vende të tjera të Europës gjatë 2 dekadave të fundit. Sipas Forumit Ekonomik Botëror, Maqedonia e Veriut ka një nga nivelet më të larta të largimit të kuadrove të kualifikuar në botë. Në intervistat e ndryshme që në vend janë realizuar me të rinjët, ata janë shprehur se janë të zhgënjyer nga korrupsioni i lartë, kushtet e vështira të jetesës dhe mungesa e perspektivës në vend.